Tash jo rasisht do të thotë si rezultat i këtyre vendimeve, si rezultat i auditimit të Korporatës Energjetike të Kosovës, sepse nuk është auditu ma herët, auditimit të kostit, trepqës, auditimit të radio-televizionit Kosovës, zyra ka marrë një vlerësim këto 4 vitet e fundit nga barometri ballkanik, e ka dyfishu besueshmërinë. Nga 33% sa ka qenë në 2021 në 2020, nëse nuk gaboj, në nivelin mesatar në rajon, në vitin 2021, kjo besueshmëri është dyfishu në 77%. Këto 4 vitet e fundit ne vazhdojmë me qenë lider në rajon sa i përket besueshmërisë, sa i përket pavarësisë, edhe sa i përket sa e mbajmë llogaridhënës qeverin përmes raporteve tona. Pastaj kemi angazhu jo ne, po e ka angazhu Kuvendi i Republikës Kosovës Sigmën që të kryejë vlerësimin e performancës së zyrës kombëtare të auditimit. Kjo është bërë me iniciativën time dhe normal që nuk është e lehtë sepse kur nuk e din se çfarë vlerësimi do ta marrësh, duke e ditë që përbërja e Sigmës ka qenë nga 2 ish auditor përgjithshëm. Dhe vlerësimin, kur kanë kryer vlerësimin performancës, kanë marrë raportin, dosjen e Kekut, Korporatës Energjetike, dosjen e Komunës Prishtinës, dosjen e Ministrisë së Mjedisit, dosjen e auditimit të pasqyrave të buxhetit dhe kanë vlerësu do të thotë se si i kemi ndjek gjitha procedurat. Edhe çështjen e kodit të etikës, rotacionit, do të kanë qenë subjekt i vlerësimit nga Sigma. Dhe ne kemi marrë mendimin, konkluzion se jemi në pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare të auditimit, e këtë konkluzion nuk është se e marrin sipas mendimit të Sigmës edhe shumë vendet e Evropës. Zonja auditore, gjithë kjo punë që bëhet, gjithë këto gjetje, gjithë këto parakullësi që ekspozohen, sa arrin që të zbatohen në praktik rekomandimet e zyrës? A ka ndonjë përqindje, a dihet më saktë deri ku arrihet? Ka një trend të rënjes zbatimit të rekomandimeve të auditimit nga 45% në 37%. Në nivel qendror, lokal apo përgjithësi? Kjo është në përgjithësi. Okay. Kjo është në përgjithësi, do të thotë duke i përfshi të gjitha, nivelin qendror, nivelin lokal, agjencitë e pavarura, ndërmarrjet publike. Është 37%, dikon po flasim më shumë se 800 rekomandime të auditimit, dhe ky 37% që është vetëm për auditimet e detyrueshme të rregullsisë, për shkak se vetëm këto ne i mbasim, i vlerësojmë çdo vit. Dhe ka rënje të zbatimit të rekomandimeve të auditimit. Ky është 37% ka qenë vitin e kaluar. Tash jemi në proces të përgatitjes së raportit vjetor të auditimit për vitin 2025 dhe aty do të shohim, do të thotë në total se sa ka qenë zbatimi i rekomandimeve të auditimit. Nuk është vlerësim, do të thotë nuk është përqindje e kënaqshme, zbatueshmëria e rekomandimeve tona se sikur të kishte me qenë e mirë, normal se edhe ndikimi jon do të ishte më i lartë. Këto janë vetëm rekomandime, i vetmi obligim ligjor është përgatitja e planit të veprimit brenda 30 dite, pasi që të dërgojmë raportin e auditimit, pali audituese përgatit një plan veprimit ku përcakton masat, kohën dhe përgjegjësit, do të thotë që janë përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve, por që më pas ai plan nuk përcillet, nuk monitorohet dhe nuk diskutohet, po përgatitet në shumicën e rasteve vetëm sa për ta përmbushur një formalitet, një kërkesë ligjore. Zonja Sponca, a synoni mandatin tjetër në krye të zyrës kombëtare të auditimit? Tash jemi në fund të mandatit, ky është viti i 5 dhe normal unë synoj edhe një mandat, kam pasur edhe disa objektiva tjera, do të thotë në kuadër të mandatit tim, kam pasur një plan strategjik në të cilin kam paraqit disa objektiva. Normal rritja e besueshmërisë edhe kredibilitetit të zyrës ka qenë parsore, por që një prej çështjeve kyçe ka qenë ndryshimi i ligjit për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit, ashtu siç e thash, jo të gjitha vendet në rajon e kanë obligim që t'i auditojnë gjitha organizatat buxhetore, dhe ky qëllimi është që t'i hapim rrugë auditimeve të performancës dhe auditimeve të përzgjedhjes së auditimeve të bazuara në rrezik. Por jo të auditojmë agjencitë e pavarura, të cilat 80% të buxhetit e kanë
vetëm paga dhe meditje dhe pjesën tjetër e kanë për shpenzime mbështetëse. Tjetra ka qenë çështja e objektit, thotë ne vazhdojmë me qenë në një objekt me qiro, e cila e rrezikon kredibilitetin e zyrës, përveç që na e ka pamundësu edhe ne kemi auditimin e informatave të klasifikuara me nivel konfidencial dhe nivel më të lartë sigurisë, cilat nuk arrin me i auditu, mu për shkak të kushteve dhe sigurisë të brisht që kemi në një ndërtesë private. Dhe ka edhe shumë çështje të cilat do të thotë unë mendoj se mund të kontriboj në mandatin e ardhshëm.